Megjithatë, një gjendje duhet të analizojmë. Kur flasim, besoj që farsa elektorale në modelet në botë ka disa parakushte. Kur e merr këtë epitet. Farsa elektorale, do të thënë, tregon se zgjedhjet janë të paracaktura, e the ato. Pastaj duken se janë të pavlefshme, të vlefshme, po janë të pavlefshme, janë të manipulura mrenda sistemit, janë të korruptura mrenda sistemit dhe janë zgjedhje pa konkurrencë. Këtu janë pikat që e bëjnë në një farë mënyrë farsën elektorale. Qartë. E tash. Mbi këto 5 pika, duke i shtu edhe tregun e votës, edhe po themi edhe ato një shoqëri e pagatshme për ta ndryshuar. Jo, këtë mos e thuj. Jo, e ke thonë. Krimin organizuar. Ja, e ke thonë vetë. Të me thonë, si është e mundur, atë ditë kur ke qenë nervoz, si është e mundur që kjo shoqëri një sistem të korruptuar e voton. Se kam thënë kurrë këtë. Po. Jo. Dhe ke thënë të vërtet mirë. Ma gjeni. Po të e voton do pranon. Jo. Ma gjeni. Po të e voton do pranon dhe i ka zgjedhje. Kur unë nga goja ime nuk kam nxjerrë një artikulim. Normalisht të ditë as të prafër. Momenti që thot fash do. Jo. Voton shoqëria, ai e merr. Kur nga goja ime një forca elektorale çfarë? Më fal. Ditën që unë artikuloj një gjë tillë, unë duhet të nga politika. Jo. Se kam artikulu kur. Haroje. Pra unë jo. Domethënë se edhe populli ka Kur nuk mund t'i drejtoj gishtin, përsa ku jam politikan, kur s'mund t'i gishtin popullit. Atëherë, farsa... Ta se kam bërë atë. Flamur, farsa, kur flasim për farsën, atëherë kemi të bëjmë me një shoqëri të korruptuar, një shoqëri pa ndërgjegje dhe një shoqëri ku mediat janë qeverisë dhe nuk ka mendim të lirë. Paka shumë farsa në këtë analizë. Po. Dhe këto epitete janë të shumë të rënda, Flamur. Po. Për arsye se nuk mundet një koncept politik që udhëheq mi pas të gjitha këto të meta dhe ju si opozit mos me po asnjë gjë për të ndërtuar një opozitarizëm të fortë. Ose, nëse ka gjithë këto karakteristika, si është e mundur që s'keni arritur t'i bindni njerëzit që të votojnë kundër këtij koncepti qeverisës. Kjo është, dhe me thënë, po ta përmendi shembullin. Une kam dalë publikisht kundër teje, kur ka qenë demonstrata më dinjitoze e Partisë Demokratike mbasi Sali Berisha kthehet në krye, dhe ti e ke pas një fjalim i cili për mu ka qenë shokus. I pa përgatitur, me emocione, e tjera, besoj që e din qëndrimin tem që akum pas për atë fjalim. Dhe një politikan nuk e bën atë. Nuk e di, po ma thuj se unë nuk e di. Jo, një politikan nuk e bën atë fjalim. Dhe unë për çdo fjalim që kam bërë nuk të riqe mas i presje. Jo, pavarësisht ka thonë mos e bëj kur më atë. Jam politikan, i keni pas përfshi emocionet e mia, por kur nuk të riqem nga fjalimit që kam thënë. Jo, nga çdo fjalë që kam thënë në historinë e jetës time politike, unë nuk të riqem. Ma mirë të kisha thonë tërhiqu se s'po duhet. Në rregull, vazhdo. Ma cito se unë ta mbroj, po. Po, unë po flas që gjithë fjalimin që e ke bërë mas asaj demonstrate. Tash, po nalem të disa gjëra të cilat janë shenja që këto epitete nuk qëndrojnë. Unë përgjithsisht në fjalime nuk rrit të gazetem, unë jam spontan në çdo fjalim tim. Flamur, të marr... Jam politikan dhe do të përshtatem në çdo situatë. Unë e di që Partia Demokratike e ka bërë një betejë për lider. Dhe e kam thënë publikisht që i dur trokas një njeriu që e ka kthy veten në leadership. Ai me gjithë... Jo, rregulloj pak nëse më lejon, shpëtoj Partinë Demokratike. Dhe po e shikove nga këndi politik, ose nga një analizë politike, e vetëmi fituesi këtyre zgjedhjeve është një njeri, është Sali Berisha. Nuk është as Edi Rama, as Partia Socialiste, por humsi i madh është Partia Demokratike. Po deshe ta analizoj pa asnjë problem. Jo, ta analizoj edhe unë ty. Se nuk do im tek. Jo. Dhe ku janë problemet e juja? Unë e kuptoj që ju e keni pas një betejë 3 vjeçare për rithemelimin dhe ridizajnimin e Partisë Demokratike. Dhe keni pas shumë pak kohë që të organizoheni në zgjedhje dhe me një lider të stërvjetruar. Dhe unë e kuptoj
këto. E dyta, për shkak të shpejtësisë të ndërtimit të një betejë elektorale, jo keni pranuar gjithçka. Une e kam pas një debat edhe përsërisi gjithherë, se ka fajnë në Ertë Bylikbashi, po e ka fajnë Sali Berisha që keni pranu zgjedhje me diasporën. Kur ju keni qenë një betejë të mbrëmshme dhe s'keni pas kohas mu taku e lema më ndërtu koncept elektoral. Tjetër, lista e mbyllur. Lista e mbyllur ju ka shkaktu shumë probleme. Dhe unë po thëmë, Fjeri, Tirana, Durrësi, Korça kanë reagu seriozisht në vota. Në vota. Dhe unë me statistikë të marrë kush gabu. Dhe për mos me zgjatë ma shumë, po e flasë edhe primarët. Primarët kanë qenë shqetësuese. S'keni qenë të gatshëm mas gjithë asaj beteje të ndërton një rrëfim politik dinitos. Dhe të gjitha këto faktor e kanë bërë që Partia Demokratike të dobësohet, për arsye se e keni pas një qëllim. Me ja kthy dinitetin liderit historik t'juj, që është legjitime. Por kur ja kthen dinitetin liderit historik për shkak asaj që ka ndodhur në non grata, atëherë nuk ke kohë edhe me ndërtu koncept elektoral. Dhe ajo që është me akeqja, ma e rënda, e keni marrë një njeri katastrofal, i cili i ka dëmtu zgjedhjet në mënyrë katastrofike njeriu nga Amerika, i cili nuk ka dhënë as kurs politik, nuk ka dhënë as ide politike, nuk ka dhënë as slogan politik. Do shtë s'ka qenë fara i baton? Po, problemi tyne është, problemi tyne. Dhe ai realisht e ka ndalë frymen e Partisë Demokratike, e cila ka qenë frymë opozitare. Për arsye se e ka vendos në tavolin shpresën e pamundur në flamur. E shpresa e pamundur është që Trumpi do vjen edhe do i fiton zgjedhjet. Këtu kanë qenë Antonin të fillon bisedë. Prit, Antonit do t'i kërkoj unë ndjes tash sepse ai ka gjysmëror më drejtohet mua, zoti Axhi. Ka gjysmëror që më drejtohet mua, tash do t'i kthej. Unë kum fol 7 minuta, 45 kum dëgju ty. Mirë. Tani, ju përgjigj të gjitha këtyre. Gjithave një për një. Po, tash Baton. E para. Po këtyre që tha, a? Po, gjitha që. E para, Baton. Dakor. E kuptoj, kjo që sa po nisët ju, ky diskursi juaj është avokatia nën rrogoz e më e mirë e farsës. Për Edi Ramën, po. Dhe e autokracisë. Është avokatia më e mirë. Është shumë fine, është e palexueshme për qytetarin e thjeshtë, Por që dini ta lexoni vetëm ju. Prit. Por është e tërësisht e sofistikuar si avokati, dhe unë të përgëzoj për avokatin që i bëre. Që nga dhe Sofi. Tani e dyta. Ku kam gabu? Do ta them. Do ta them. E dyta. Prit. Ju thatë që shoqëri, një farsa do të thotë shoqëri e korruptuar. Baton. Ti thash, një shoqëri e korruptuar, një shoqëri pa ndërgjegje. Ta mbare, po pa ndërgjegje. Media që janë brenda qeverisë. Prit. Ti thash disa Prit, edhe mediat e pushtetit. Tashi do të sqaroj unë gjë. Shoqëri e korruptuar jo, por pushtet tërësisht i korruptuar dhe inkriminuar. Një, mediat e pushtetit, po, nuk e themi vetëm ne, se kemi thënë. Raporti i OSB-e Odirit drejton gishtin tek mediat e pushtetit, të cilat u bën altoparlantë të regjimit dhe kufizuan të drejtën e informimit të qytetarëve. Për shembull, të gjitha mediat e regjimit. Jo, të ta thuash. Ta them unë? Po jo, si thoni asnjë. Ta sqaroj unë ty? Ta them unë. Qero. Duke nisur nga kjo media ku jemi këtu, një. Po. Duke vazhduar tek prit. Po. Duke vazhduar tek Top Inceneratori. 2. Duke shkuar tek klani i Edi Ramës. 3. Duke shkuar tek RTV-ja numër 2 që është TV shqiptar. Duke shkuar tek Vizion, të gjitha, do me thëmë, përjashtohen, mund përjashtojmë 2-3 media të cilat që nuk kanë qenë radikalisht të pozicionuara pra qeverisë, siç është TV Syri, TV News 24 dhe TV Ora, të tjerët në rjesht kush e kush
për t'i bërë lëpirje nga mëngjesin darkë Edi Ramës. Ta mbaroj. Këtë nuk e them unë. E thot raporti i OSBE Odirit. Fal, A2-shi, a ke pa një A2-shi e nën? Fal. Ai është Carlo Bolino numër 2. A ke pa një Euronews? Carlo Bolino numër 3. Mediat Vari Carlo janë bërë ato. Televizioni i madh kombëtar. Po flas për këto janë. Media Vari Carlo. Po, Media Vari Carlo janë bërë ata. Pra të gjitha këto janë shndërruar të gjithë në Media Vari Carlo të gjitha bashkë për të shërbyer Edi Ramës. A e kupton ti? Ja të gjitha. Po këto kur ishin Vari Carlo në përgjithësi në pushtet. Jo, s'kan qenë këto. Ua, televizion klan? Të vrisi aty. Tash. Prezidentin e kanë. Jo, prit. Nalu te mediat. Ta mbaroj. Ta vazhdosh ti aty pastaj. Po, do ta vazhdoj. Po. Dhe nuk e them unë, nuk e thot opozita. E thot raporti i OSBE Odirit. Në rregull. Dhe raporti i OSBE Odirit thot zgjedhja në kushtet pa barabarta. Pra, në një proces zgjedhor që nuk ka kushtet barabarta, nuk mund të quhet kur i lirë dhe demokratik. Raporti i OSBE Odirit flet për krimin organizuar, për kartelet. Raporti i OSBE Odirit flet edhe për shtetin elektoral, për administratën, presionin. A e dini ju se edhe punojësve në privat ku është bërë shantazh për të deklaruar votën? Po ja, pra kjo është. Tani, Flamur, nalu te mediat. Ata që merren me strategji e bojnë një gjë. I refuzojnë mediat e pushtetit. Dhe gjithë ato burra që jeni ju në politik, ju koketoni me mediat e pushtetit dhe pastaj ankoheni për tyre. Shkoni në ditën e fundit, lideri ju me dhonë intervist, ju përgjigjet, a po a? Sigurisht mo. Po a? Po pse nuk thoni që unë e vi në mediat? Por gishtin do të drejtoj. Po. Unë do shkoj kudo, si që viktu, ja ku e kam. E shef ti këtë burri ku? Dhe e kam mik prej 30 vitesh unë. Mirë. Se këtë, më shumë 30 vite. Por nuk më kuvizon që në media të cilin punon ky, të them që kam bajta anë e regjimit. Po mund të them unë ka kam bajtur për shumë. Qure, mund të pyetje e media këtu. Shumë e thjesht. Çfarë kam bajtur anë e media është me qendrim. E nuk e them unë këtë. E thotë OSBE Odiri. Tani të them, jo një detaj. Tash ti kthem edhe se media. A ti kthem përgjigje Batonit, pastaj do të them bashkë. Po jo, po se tani. Dhe Batoni thot për median ku jam. Batoni thot nuk e kupton. Edhe ku po vin ta thon çfarë duan. Një sekond. Dhe unë që të njoh herët e di se sa kupton ti. Problemi qëndron. A e kupton Baton që në Shqipëri nuk ka patur zgjedhje që merresh me analizu opozitën ti? Nuk ka patur. Ka patur zgjedhje të gjithë zgjedhjet e tjera. Dhe fajin mundosh, jo lista, harroje. Harroje. Zgjedhja një lloj. Prit. Në një fars është gjëja më e thjeshtë të sulmosh viktimën. Ku sulmova? Por ju këtu dhe në çdo ekran. Prit. Se fajin të viktima e le. Jo, më nuk jeni aq viktimi ju, jo. Sepse edhe te Ju jeni më në rregull, më mirë se arriteni si vita është. Arriteni jeni rehat shumë. Si vita është. Si që keni viktimi ju. Prit mos u kut. Ku janë Baton, ku janë viktim tam? Ku janë viktim tam? Po ju jeni më rehat nga e drama. Bësh një analizë të farsës që thuash, o zotri, është sot pas 11 majit. Ky ekran, kjo tavolinë. Ku jemi ne? Dhe çdo tavolinë mediatike po të ishin të pavarura, do ulërisnin dhe do shkundin tavolinën, duke thënë nuk ka zgjedhje, nuk ka votë, ulërim në këtu që pse fitoi zgjedhjet e Zamuri. Janë blerë, janë tjetërsuar, jo, asnjëri për jush nuk është këtu, fani, për të shqetësuar për të thënë, ore, Shqipëria ka rrezik demokracia. Në Shqipëri vota lirë është azgjësuar. Tani të mbledhemi ne, të themi janë azgjësuar të gjitha, por Flamuri sa do fitoj. Jo, zotri. Jo, zotri. Edhe sot që jeni këtu, jeni duke i bërë avokatin autokratit Edi Rama. Dhe po i bën avokatin farsë. Ai ka marrë të gjithë. Kjo është e gjitha. Kjo është Baton. Nëse akuzën, të nalim të akuza. Po tha që po i bëni avokatin e autokratit Edi Rama. Po, edhe të farsës. Jo, edhe të farsës. Edhe të shkatrimit të zgjedhjeve në Shqipëri. Edhe të farsës dhe shkatrimit të zgjedhjeve. Sigurisht. Disa epitetet të cilat janë, e tash, unë po mundohem, aty nuk e kam dikant Partisë Socialiste. S'të vin kur? Po t'je dikush i Partisë Socialiste... S'kan për tarë, Baton. A di pse s'vin? Ishe klosi këtu... S'kan qa thonë. Erën e kaluar ishe klosi. Ata vin vetëm ku ka monolog. Edi Rama t'ka ardhë për monolog. Nuk të vin debatët. Edi Rama ka ardhë. Monolog.
Monolog. Sali Berisha se as monolog. Monolog. As monolog nuk e. Monolog. Po Saliu nuk e monolog. Monolog. Vjen vetëm ti. Monolog. Po dëgjoj mua. Jaftoj edhe unë. Bledi Klosi ishte partia. Jaftoj, Dhe vazhdo. nuk i lanë gjë pa thënë. Bushati ja numëroi 1, 2, 3, 4, 5. Këto që numëron ti tani, pjesën ndërmuese. Batoni ja numëroj. Jo, si ishte Po Batoni. s'jam unë, kur më letë më ftojnë. E tash unë tash du me thënë ç'a është manipulimi. Ishin gazetarë të tjerë sepse unë nuk Ylli, a bën ta bëjmë? puna jote, falë. kontres gazetarë Falë, s'kam drejtë ndryshme. do ti. Konfidencialisht. Pastaj zbehet emision. Ta bëj jo, këtë jo. bisedë, s'kam Tani drejtë. lutem. Falë. Tani një gjë Baton, për ky televizion, ku ju ka goditur ju se ti më bëre mua të njëjtën gjë që më bëri Lulbasha 4 vjet më parë. Ky tha është televizion i Orsi Ramës. Mirë, po unë nuk e kisha dëgjuar. Dhe shkoj në shtëpi dhe më thonë të tha kështu. Se Luli, unë gabimi im pak që dëgjoj 5% të atyre tot. Kur Viktimat e para mas zgjedhjeve janë media gjithmonë. Mos u merr akos për atë punë. Çfarë ke ndier ti këtu nga ky televizion? Çka ke kuptuar? Me që unë punoj këtu tani se është fyerje edhe për mua. ore. Jo. Mos u merr me atë punë. Po çfarë për shemb? Tani, Çka ke ndier? mos u merr me atë punë. Ky është televizioni i një djali të cilin ju babajin e tij e keni pasur kryeministër. Po di. Gjithkohës, Absolutisht, deri në vitin 1997, Meksi ka qenë kryeministri juaj. Njëri që s'del fare tani. Jam lutur unë të vi, nuk do të bëni një avokati, se ai se çan fare me nder. Edhe Babaj. Ndërsa edhe një televizion, Ilir Osmani kemi pas vend kryeministër. Mos më tregosh çfarë kemi po pas. pra. Mos Po pse ne ja u zgjodhëm ju, Ilir Osmani të kryeministër. Mos më hynë këtë Po histori. ne ja u zgjodhëm. Edhe është aktiv, nuk ka një. po pra, edhe drejtori nuk Por e çfarë ju ka kemi bërë? patur. Unë flas ekranit çfarë kanë pasqyruar. Po çfarë kanë bërë, mo? Në raport Se këtu ka ardhur, kanë thënë çka kanë dashur. Referuar Muajt raportit dhe të të majtët. Subejodirit. Kaq. Sali Jo thjesht nuk është raporti për Berisha- ky, i Subejodirit. Sali Berisha ka qenë 11 herë në opinion për 2 vite. I bie që çdo 2 muaj ka dhënë një intervistë. Flamur. Por po nalim me qenë se ma bëre pyetjen Jo, po të direkte. futim me- Çka mendoj futim me tonë. për zgjedhjet? Po mos thuajje. Ë? Se ne e di mendimin e njëri tjetrit, po presim tani nëse Jo, du ta di qytetar çfarë mendon Batoni për zgjedhje. Ja, një sekond. Po edhe unë e di që mendon Batoni, sepse Po jo, ka thënë. unë e ti s'ka rëndësi. Du ta di Jo, po e pozitiv ka thënë, qytetar e ka thënë publikut Batoni. Por kemi një gjë shumë thjesht. Nëse këto zgjedhje nuk certifikohen e gjithë, certifikohen me probleme të mëdha, ne do na dëgjosh ti që do përtasim shumë. Ti je i sigurt për këtë punë. Po ju do të bërtizi para se të thuhet. Se ke vendosur ti? Jo, se Jo. i përjetuat. Mos prisi nga Jo, ata jo. që i pan, Jo. ndryshe nga ju që i përjetuat. Ne shqetësohemi ndryshe nga ty mul, jo vetëm, por shqetësohemi edhe pse i humbet. Dhe ky shqetësim nuk është shqetësim Ergyes nuk në humbet. funksion të Ramës. Farsa nuk ka humbje dhe fitore. Shqetësim që i shërben Farsa Partia është fars, Demokratike, miku im. sepse Partia Demokratike nuk po reflekton Miku im. humbjen dhe po kalon nga humbja. Farsa është fars.